Një foto që pretendon se ka kushtuar $1 milion me aktorin turk të famshëm Burak Özçivit. Një fanse nga Arabia Saudite thuhet se e bëri këtë pagesë marramendse, por a është e vërtetë? Emri i modeles Ainura Daudova u përmend nga mediat ndërkombëtare, pasi ajo pohoi se kishte pozuar me aktorin në një event luksoz në Katar. Por ndal pak, a mund dikush realisht të paguaj kaq shumë për vetëm një foto? Raportimet e fundit thonë se kjo histori duket se është e pavërtetë. Ainura e mohoi publikisht çdo pagesë të tillë dhe sqaroi se lajmet në rrjetet sociale ishin krejtësisht të rreme. Por tani pyetja që ndezi rrjetin: pse dikush do të shpërndante një histori të tillë? A ishte thjesht një senzacion për klikime apo një mënyrë për të rritur famën e Burak Özçivit? Dhe tani një pyetje edhe për ju: a do të paguanit ndonjëherë një shumë kaq marramendse për një foto me një personazh të famshëm? Abonohuni për më shumë ngjarje të famshme.